Sjellja e presidentit Maqedonas Gjorge Ivanov u kritikua nga Bashkimi Evropian, SBA dhe NATO-ja dhe shumë lider evropian. Të gjithë i bëjnë thirrje që konform kompetencave të tij të mundësoj funksionimin normal të parlamentit dhe formimin e qeverisë. Qëndrimi i Ivanovit zbulon përkatësinë e tij partijake dhe stërgjat krizën. Ka ende kohë që ai ta ndrojë vendimin në përputhje me parimet e demokracisë parlamentare, ta kthejë paqen dhe besimin e ndërsjellët mes qytetarëve. Jemi të shqetësuar për retorikën ndezëse ndëretnike të disa aktorëve politik. Kjo përbën lojë me zjarrin me pasojë më të mëdha rajonale dhe duhet të marrë fund menjëherë. Por vetëm formimi i shpejtë i qeverisë nuk mjafton. Ne do të këmbëngulim për zbatimin e plotë të marrëveshjes së Pershingës dhe reformave kyçe në sundimin e së drejtës. Presim që të i braktisim funksionet e tyre, të punojnë si opozitë mirëfillt dhe ndoshta të kthehen pas 4 vitesh nëse kjo qeveri që duhet të formohet tash nuk punon mirë.